Të nderuar teleshikues së Mirëmbrëma. Siç ka filluar të ndodhë rëndomë, në minutat e fundit kemi lajm të ri. Nuk është nga vendi, ky i fundit, nuk është nga bota e krimit, organizuar apo të pa organizuar nga vrasjet, nuk është as nga parlamenti, dhe nga sepse pritet që tani këto momente duhet të ketë filluar dhe ndeshja e Shqipërisë, me Pandora, gati po thosha unë, Klodi, po e ka Andorra me Shqipërinë, gjithmonë vetë fjallat e emri Pandora. Tani, pra gjithmonë të nderuar të shikues ndodh një gjë që këtë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara ka sankcionuar familjen e luftar hysës, të cilin e konsideron një grup të organizuar kriminal që pastron paratë e kartelit meksikan Sinaloa. Pra, ka arrestuar fiks plot 5 veta, gjithë familjen. 4 meshkuj dhe 1 femër, grua, zonjë. Ne do të merremi minutat e para të këtij programi, që ishte pa planifikuar, por që ka ndodhur në këto momente, do të merremi pikërisht me këtë gjë. Pastaj ndërkohë do të kalojmë, edhe pse është bërë, si thua, boz, si thua, përdorim këtë fjalën boz dhe përdorni Klodiu. Boz dhe përdoret, edhe pse është bërë, domethënë, raur gjëre gjatë në për të gjitha mediat, dhe ne tani do të përpiqemi të themi, por gjithmonë ne duke e parë 2 ditë më pas, në kuadrin e asaj që ndodh në Shqipëri, duket si një ngjarje e jashtëzakonshme është në fakt, një atentati që ka tronditur gjithë vendin, por aq tronditen shqiptarët. Pak minuta, ndoshta edhe pak orë, dhe pastaj mbaron tronditja dhe ndodh një gjë tjetër. Aq fiton Shqipëria pastaj. Po fitoi Shqipëria sot mbaron fare. Fitojmë. Ndërkohë, sistem pra, kjo ka ndodhur 2 ditë më parë ku është ekzekutuar krau i djathtë i Emiliana Shullazit, Gilmando Dani. Në automjet ndodhe një agent i AMP-s, Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Ngjarja është tmerrsisht tronditse, siç tham, por ne tani kemi filluar të mos tronditemi shumë. Shumë ka ndodhur ngjitur me aeroportin, ose mund të themi në zemër të aeroportit, se brenda të avionit nuk ndodh, duke terrorizuar dhe kalimtarët e shumë që janë aty, sigurisht është gjë bezakonshme prania e kalimtarëve dhe pasagerëve që udhtojnë. Deri tani asnjë gjurmë nga autorët. Ose mund të ketë dhe ne do pyes ftuarit e mi. Duket një vrasje mafioze, të cilët totalisht mafioze, që ndodhin, siç tham, jo rrallë në vendin ku ne jetojmë. Kjo do të jetë pjesa e parë. Pjesën e dytë do të jetë disi politike, dhe në pjesën e tretë ne do të vijojmë me aeroportin e Vlorës. Të ftuar në studio për pjesën e parë, unë kam zonjën Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në Shënjestër në News 24. Klodi, faleminderit shumë. Si qeta. Griprat këto i kalove gjërat. I kalova, ja hova. Bravo të qoftë. Sokol Bregu, Ferdinand Dervishi dhe Xhevari Xhabina. Faleminderit shumë. Ofiqet nuk e u thash, nuk ju duan. Gazetar. Tani, kalojmë te pika e parë, si tham, SBA ka sankcionuar familjen Ysa. Orët e fundit është mësuar, tham, se familja Ysa është sankcionuar nga thesari në SBA si grupi organizuar kriminal. Klodi, çka ka ndodhur dhe Klodi dhe Ferdinandi për këtë moment. Tani është një vendim i dalë në departamentin e thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë sankcionuar familjen Hysa, të luftar hysës. Janë 4 vëllezër dhe vajza e njërit prej vëllezërve, të cilët janë sankcionuar në ndyshimin për pastrim parash të kartelit Sinaloa. Mendohet që paratë janë pastruar në disa vende, jo vetëm në Meksik, në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Shqipëri. Dhe rezulton që vëllezërit, të cilët janë me origjinë nga Belshi, të zhvendosur shumë shpejt në Meksik dhe më pas luftari që është edhe më kryesori në gjithë të çështje, i zhvendosur është edhe me pasaport kanadeze, të jenë të përfshirë në verbën penale të trafikut të drogës, pra kanë pastruar paratë të trafikut të drogës të kartelit meksikan Sinaloa. Dhe sipas sankcionimit, ju e dini që në rastin konkret, duke qenë se konsiderojnë si një familje mafioze, pra ky është përcaktimi që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të ketë asnjë lëvizje të parave pa marrë autorizimin e departamentit të thesarit. Luftar Hysa, për opinionin publik shqiptar, nuk është se ishte një personazh shumë i njohur,
derisa një ditë u shfaq në Tiranë dhe u filmua duke hyrë në ambientet e brendshme të kryeministrisë. Në atë kohë ai pati një takim me kryeministrin që gjatë një interviste televizive u përpoq të shpjegonte ose të sqaronte që nuk ishte një takim që kishte të bënte me biznese, por ishte një takim që kishte të bënte me një mikun e tij skocez që donte të bënte një libër për Shqipërinë, pra u përpoq ta trajtonte këtë si një çështje tërësisht me artin dhe me kulturën për atë lidhur këtë takim, por jo me Ramën si kryeministër, por më pas kryeministri i vendit gjatë një interviste për mediat italiane pranoi që ishte diskutuar ndër të tjera edhe për një licencë për kazinon. Duhet kemi parasysh që familja Hysa ka një rrjet restorante shumë të njohur, po ashtu edhe kazino në Meksik, por ka aktivitet edhe në Shqipëri. Pra ka një kazino ku ka investuar jo në masë 100%, sepse ka edhe aksioner të tjerë. Një masë konsiderueshme të kazinove i kanë kjo kategori njerëzish. Po patjetër, por meqense po flasim për familjen Hysa, se ato janë sankcionuar, kanë aktivitet edhe në Vlorë. Në atë kohë, paktën kur luftar Hysa doli dhe foli publikisht, ishte gjithë diskutimi kishte të bënte me, pra unë kam parë bilancet e kompanisë në atë kohë dhe bëj fjalë për një investim të konsiderueshëm për afro 12 milion eurosh. Unë nuk e besoj që luftar Hysa ka vajtur në zyrën e kryeministrit për të folur për çështje librash edhe për çështje arti apo kulture, patjetër që aty ka të bëjë me interesa ekonomik. Duhet kemi parasysh. Në shkruajnë njerëz që e njohin mirë këtë gjë që nga viti 1922 nuk ka asnjë përqindje me letra te kjo kazinoja. Kazinoja është në Vlorë? 2022 tash. Po pra, po flas në kohën që po zhvilloheshin ngjarjet zoti Rakipi, po flas sot. Jo, qartë. Po pra, po flas për kohën që është informacion më thjesht. Është informacion. Po patjetër, po flas për kohën që zhvilloheshin ngjarjet, sepse kjo që është sot është pasojë e disa ngjarjeve që kanë derivuar më herët. Pra, janë takime të zhvilluara më shpejt dhe pse 1922 tash unë? Po. I bie që ky të jetoj 400 vjet. Allah. Ma fani të nderuar të shkruaj. Ka laps ose kështu, po është laps që bënë të keqe. Patjetër, luftar Hysa u ekspozua për herë të parë nga mediat në Meksik, pra atëherë ishte momenti i parë kur doli, sepse thash profili i 4 vëllezërve në Shqipëri ishte thuajse i panjohur për shkak të largimit. Ekspozimi fillimisht u bë atje, u mohua më pas, pra u tërhoqën edhe gazetarët fillimisht, sepse ju e dini edhe nuk ka nevojë për koment, karteli Sinaloa në Meksik, i Elmajos është një ndër kartelet më të fuqishme të botës dhe që praktikisht është kthyer një shqetësim shumë serioz edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt është. Patjetër, ndaj po them. Kështu që duke qenë në këtë aspekt, fillimisht edhe mediat atje u tërhoqën, por tashmë është një vendim i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe i Departamentit të Thesarit, që në fakt çfarë ka patur qëllim? Ka patur qëllim direkt goditjen e milionave të eurove apo të dollarëve. Kështu që në momentin që një organizat, një grup ose një familje kriminale goditet tek parat, me sa duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shikojnë ose Departamenti i Thesarit e shikon këtë si masën më ekstreme për të ndërprer apo për të paralizuar të gjithë aktivitetin e grupit. Po. Okej. Jo, i tha pak a shumë Klodi. Po më shkruajnë njerëz që janë për në pjesën e dytë të emisionit, jam live dhe nuk mund të komunikoj me, kupton? Se shkruan një urim dhe miku im, që t'i bindim kur të bëj gol Shqipëria mund t'ja u themi. Nëse duhet parë Shqipërinë, vazhdo ta shikosh se ne jemi edhe ne live. Nuk jemi mirë, për shembull si kolegët tanë që vende vishin në flamurën e këtu ne nuk e kemi bërë dot, vazhdojmë programin sot. Ferdinand vazhdo të falje. Klodi nuk është se ka ndonjë gjë për të shtuar, është zyra e kontrollit të pasurive të huaja pranë Departamentit të Thesarit, të shtetit, në bashkëpunim me një zyrë ekuivalente në Meksik, i kanë bërë veprimet. Në Meksik ishin rreth 10 kazino me emra të ndryshme që ishin në pronësi të këtij, të cilat janë bllokuar. Janë bllokuar të gjitha pasuritë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmendet edhe një shoqëri Entretenimento, duhet jetë italisht, Palermo SA, që është dhe regjistruar në Shqipëri. Dhe kjo është në listë si një shoqëri përket këtij. Për të sekuestruar? Për të ngrinë asetet. Po, ngrinë asetet. Nuk mund bëj asnjë transaksion. Qartë. Për të sankcionuar, sipas atyre ligjeve. Ajo që më troqi mua më shumë, që edhe shkruajta, ishte mesazhi i Shtetit Bashkuara për ata që suportojnë kartelet, është i qartë. Do t'ju konsiderojmë për ata që i suportojnë.
këto ishin, nuk ka ndonjë gjë tjetër pak a shumë këtë thot ai njoftimi. Bregu, Zhabina, në një moment për të shtuar? Po, mua nuk më se dia që edhe në Sinaloa luhet kumar, me thonë drejtën atje vetëm vritën njerëzit, luajnë kumar, se dia që u luajt kap edhe në Sinaloa. Bastet këtu për shumë. Sa për kazinove janë të vendosura edhe në zonat tjera të Meksikës. Kumari luhet Thot besohet se kjo organizat vepron me pëlqimin e kartelit Sinaloa, tekstualisht. Por gjithsesi Besohet, thotë dhe... Po, Pse edhe këta nuk e kanë të qartë dhe kanë sankcionuar. për të sankcionuar e kanë sankcionuar, sepse ata kanë provuar që pastrohen parat Ata sankcionuan e edhe... drogës në këto aktivitetet e këtij. Këtë e thonë tekstualisht që në aktivitetet e tij pastrohen parat e drogës. Por me që nisi se ajo ti the që ishte lapsus, se boni edhe doktori Viti. Boni edhe doktori super lapsus edhe ja bidi gjithë në për media, po për kjo Nga të Saljanit, 1900, po, 1922. Do më thënë, ajo që shoh unë për deri sa nuk ka aktivitet, se ky është një lajm pak i orëve të fundit e s'kemi në informacion, po për deri sa s'ka aktivitet me Shqipërinë, nuk është një çështje që lidhet me... Ka një lloj aktiviteti, është kompania që përmendi... Jo atë që dim, atë që ta marrin të mirë qenë atë që i tha... Po pra, pa jo duhet të Pas vitit mua ma shpjeguan që me letra ai nuk ka asnjë përqind edhe të kësaj. Po dhe ka marrë masa më. Ka pasur vetëm 1% të kësaj kazinoje në Shqipëri, kjo firma që përmendi Ferdinandi, dhe ka shitur në vitin 2022. Dhe tani sigurisht që kompania mund të rezultojë bllokuar, por nuk mund të ketë asnjë lloj efekti kam përshtypjen. Kjo është pothuajse si edhe Xhonalide që kishte vrarë ja 15 veta, po problemi shqiptar thot jam ai, po asnjë s'kishte lidhje fare me Unë Shqipërinë. hapa vendimin e Departamentit Thesarit dhe thot janë sankcionuar 27 individ dhe entitete, 4 prej të cilëve janë vëllezër, Arben Hysa, Ramis Hysa, Fatos Hysa dhe Fabiol Hysa, si dhe vajza e Ramis, por ka mbiemër të ndryshuar, dhe thot që luftari sipas të gjitha të dhënave të bëra publike dhe në media në atjer, jeton mes Meksikës dhe Kanadas, shihet si një ndër anëtarët kryesor të familjes Hysa dhe ka dhënë intervista, si shkruajnë mediat, përfshirë edhe më pas është zbardhur thuajse në pjesën më të madhe, për bizneset e familjes në Meksik dhe në Europë. Sipas të dhënave rezulton që luftar Hysa, Fatos Hysa, Arben dhe Fabiol Hysa kanë bashkëpunuar ngushtë me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportin e sasive të mëdha të parave nga Meksika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kompania e shtetasit amerikan është përdorur për pastrimin e parave, sikurse rezulton nga ky vendim i Departamentit të Thesarit. Gjithashtu, luftar dhe Arben Hysa, sipas të dhënave të marra nga autoritetet meksikane dhe amerikane, kanë përdorur një kompani me bazë në Europë për të pasuruar nga pastrimi parave, të cilat rrithin nga trafiku i kokainës. Pra ideja është që Departamenti i Thesarit ka të dhëna të qarta dhe kompania që përmendi Ferdinandi është një kompani që ka bazën në Meksik dhe është në pronësi. Vetëm 1% po nuk ka rëndësi, problemi është që 1% mund të jetë publikisht, jo publikisht ne nuk e dim sa është. Pra ideja është që po flasim çka kanë dokumentat se tani atëherë ne po flasim për një vendimarrje të Departamentit Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shqiptare nisun nga kjo e dhënë, edhe është për të përshëndetur. Duhet nisur një hetim në Shqipëri për të parë gjithë aktivitetin e 4 vëllezërve Hysa. Pa i paragjykuar fare, do të thënë, unë kam qenë në atë kohë, pasi luftar Hysa ka folur në opinion dhe ka dhënë shpjegimet e tij, këtë pikpyetje kam ngritur dhe në atë kohë që autoritetet shqiptare, pa i paragjykuar fare zotrin, nuk e njoh, kam rënë në dieni për herë të parë të emrit të tij në momentin që kanë shkruar mediat meksikane, ama nga ana tjetër ju takon autoriteteve të hetojnë aktivitetin e tij, apo jo? Pra për të parë, se çfarë është kjo kompani, sa thellë është futur në kompanitë e basteve, a ka marrë licenca të reja, a ka patur interes, do të thënë gjitha këto janë pikpyetje që duhet marrë një përgjigje. Gjithsesi ai ishte larguar këtij momenti. Në vitin 2022 ai nuk është më. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për interesat vet i lexove mjaft qartë me një biznesmen i madh amerikan, siç thotë. Po, një shtetas amerikan. Ai kishte lidhje të qarta dhe amerikanët kanë marrë masa për vendin e vet, siç marrin ata vazhdimisht masa
Por ne tani shqiptarët e marrim edhe këtë si një moment non gratën, e marrim si një moment mjaft rëndësishëm. Non grata. Për mendimin tim, për shembull pas heqjes së Dodikut, non gratës, Do bin mua më duket si e kemi marrë shumë më seriozisht se ç'duhet. Do me thënë për shkak të inferioritetit që ne kemi, por në këtë rast për shembull mund të jetë plotë gjithë departamenti i thesarit ka bërë punën e vet. Amerikanët kanë punë atyre. Në të njëjtën ditë Dhe ne s'mund diskutojmë. Në të njëjtën ditë u shpallën non grata Berisha, Vangjush Dako dhe Ylli Ndroqi. Po ky i fundit se ku lidhej, ku morë vesh më plotë çfarë them. Kështu ishte. Të shpallur ky. Po kur ishte lista e futën datën? Unë them tani që ne nuk kemi shtemi më shumë se kaq, ne morëm dhe sollëm këtë si ngjarje. Domethënë, por nuk është për kriminal, më shkruajmë për shembull njerëz të ligjit që njohin kjo është non grata si e Dodikut. S'është non grata, më fal. Gabimi është vetëm është sankcionim financiar. Është sankcionim financiar dhe nuk ka lidhje. Ti je në konceptin e ke kur Dodikut ju hoq, që ka vrarë me qindra dhe mira, ju hoq non grata, dhe në Shqipëri mund të ketë ndonjë non grata të tillë, ky është vërtet një diskutim. Domethënë për këto janë disi diskutime ndërkombëtare ku se kemi ekspertizën e duhur për të folur çështje politike ndërkombëtare, po në logjik kaq kuptojmë që Dodik një njerëz që 20 vjet vetëm ka vrarë dhe ka prerë në rajonin e Ballkanit dhe është bërë një problem shumë i madh për të gjithë. I hiqet non grata dhe në Shqipëri mund të ketë ndonjë non grata në të tillë, është për të vënë fakt duart në kokë. Pra e theksuam që nuk është non grata si e Dodikut, është sankcion për lidhje me kartele. Apo jo? Po pra po, e sqaruam shumë mirë, departamenti i thesarit. Departamenti i thesarit e ka bërë këtë pikpame. Dhe nuk ka ngjashmëri me, po nuk ka rëndësi. Unë e thash në një plan në fakt më shkruan që kjo është më rënd akoma. Njeriu që më shkruan dhe këtë. Sepse bllokohen pasuritë. Sepse nuk ka të drejtë të bëj asnjë lëvizje të pasurive të tij. Dhe duke qenë se kompania që ka patur këtu, sepse ai ka qenë aksioner te Marina Bay, normalisht në momentin që sankcionohet, nëse sankcionimi bëhet pa hequr dorë nga kjo kompani, mund të ngrinte asetet e kompanisë këtu. Dhe normalisht familja Hysa nuk mund të bëj asnjë lloj transaksioni në gjitha pasuritë që ka si në Meksik, në Europë apo në Bashkuarat Amerikës. Pra është mjaft e rëndë. Në këndvështrimin tim, Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Departamenti i Thesarit ka qëllim ngrirjen e aseteve përgjithsisht për të paralizuar aktivitetin e organizatave terroriste, të karteleve që merren me drogën, pra që trafikojnë siç është Sinaloa, apo të familjeve mafioze kryesisht që pastrojnë para, duke paralizuar qarkullimin e parave në një farë mënyre kanë bllokuar të gjithë aktivitetin e familjes dhe më pas edhe ndikimin e tyre në aspekte të ndryshme. Ka që kishim, ndoshta më pas në emisionet e ardhshme, ne mund të kemi përsëri për këtë ngjarje, varet nga zhvillimet që do të jenë. Kalojmë te një moment i cili është për folur s'është lënë gjë pa thënë fakt deri në dhe është me të drejtë nga media, atentati që tronditi thellësisht vendin. Ekzekutimi i Gilmando Danit dhe plagosja e Muçi Shalianit kanë tronditur mbar vendin për shkak të vendodhjes ku realizua, por jo vetëm të vendodhjes. Në fakt, kemi parë videot se si ka ndodhur atentati. Zonja, unë nuk i përdora këto për shkak se mediat pastaj nuk i pranojnë. Nuk i pranojnë të as YouTube-es kështu. Domethënë këta që kanë kontrolle më të qarta se të amës, kupton? YouTube-i e të gjitha këto rrjetet, nuk e pranojnë këtë lloj video me vrasje, me gjak. Është lëvizje makine, nuk ka larg shumë. Kishte edhe video me vrasje. Po ka dhe goditjen me armë. Kishte me armë. Tani, lala dhe një herë disa nga detajet më të rëndësishme, por nga ato që nuk janë thënë. Para e punës ky njeri ishte i liruar, kishte mbaruar dënimin? Po, kishte mbaruar dënimin me 12 vite burgim dhe ka dalë në tetor të vitit 2024, sigurisht duke përfituar ulje dënimi për shkak, domethënë sepse ka kaluar nga njëri burg në tjetrin dhe kishte përfituar disa ulje dënimi derisa në fund fare u lirua me kusht. Ka qenë i dënuar 12 vite burgim për akuzën e gjobënjes në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, bëhet fjalë për ish Hotel Volgën në atë kohë që Emiliano Shullazi përmes kërcënimit kishte arritur të merrte 30% kësaj prone dhe ishin përfshirë jo vetëm Gilmando Dani, por edhe disa anëtarët e grupit të tij kriminal,
si që ishte Endri Qyqja, Endri Zela e tjerë me radhë. Më rënd u dënuan atë ko, pati një konflikt në momentin që u arrestua Emiliano Shullazi dhe për çështjen e zgjedhjes së rektorit të Universitetit të Tiranës, dhe në atë ko kanë qenë edhe pedagog shumë të njohur në kryeqytet, të cilët dhe rektor të cilët kanë dhënë dëshmi në proces. Ka patur një përplasje, nëse ju kujtohet, në momentin që u arrestua Emiliano Shullazi mes prokurorisë për krime të rënda dhe policisë së shtetit, sepse fillimisht policia refuzoi ta arrestonte, prokuroria firmosi një urdhër arrest dhe Emiliano Shullazi me disa prej antarëve, domethënë shkaktoi një përplasje shumë të fortë, më pas pati përplasje dhe brenda prokurorisë në kohën që u shpall pretenca për Emiliano Shullazit, po përfundimisht Gilmando Dani e përfundoi dënimin në tetor të vitit 2024 dhe ka lënë në atë kohë burgun e Rogozhinës, pra sepse aty ishte në fund fare. Nga ajo kohë ka ruajtur një profil shumë të ulët, pra nuk ishte përfolur më për lidhje apo për ngjarje nga ato që ne kemi raportuar, por nga ana tjetër kundërshtarët e shikonin atë si me këmbësin e Emiliano Shullazit. Ka bërë gjatë këtij viti ka qëndruar shumë i tërhequr, ishte në prag të martesës me një arkitekte dhe pjesën më të madhe të kohës e jetonte thuajse jashtë vendit, për shkak kryesisht qëndronte në Barcelonë. Pra ikte vinte, po që pjesën më të madhe të kohës, pra duke sikur kishte bërë një hap pas në gjithë këtë historinë dhe ndoshta për shkak të moshës 47-48 vjeçar, një pjesë të madhe të kohës, pra në 15 vitet e fundit, është shoqëruar me 10 herë, ju bën 2 atentate mafioze, njëri në derën e shtëpisë, tjetri pra në 2011-2015, dhe në këto 15 vitet e fundit, duke qenë se kishte një jetë shumë të trazuar, i arrestuar, i dyshuar për ngjarje të rënda, i dënuar e tjera me radhë, vitin e fundit ishte tërhequr, por kundërshtarët me sa duket kanë dhënë tjera që ai ishte më këmbës dhe njeriu më besnik i Emiliano Shullazit. Absolutisht që po. Por, unë ta bëra pyetje në fillim, ai e ka mbaruar dënimin e tjera, por pas kësaj unë kam një pyetje tjetër që është më e rëndësishme se kjo. Ka dyshime që ky mund ta ketë vazhduar edhe pa profilin që ju thatë, profilin e ulët që ai e ka vazhduar, apo ai ka ngrënë plombin atje për shkak të atyre që ka bërë vite më parë? Unë kam dyshime që Gilmando Dani, dhe më sakjo unë, po policia dhe prokuroria ka dyshime, se ne tek burimet varemi, që pavarësisht profilit jo shumë publik, ai ka vijuar të jetë njeriu më besnik i Emiliano Shullazit. Dhe në informacionet që policia ka marrë së fundmi, ditët e fundit përpara se të vritej, vetë Emiliano Shullazi përmes njerëzve të besuar, për arsye që mbetet për t'i sqaruar në dëshminë që do të japë nga burgu, e ka informuar atë që të kishte kujdes për jetën, por me sa duket Gilmando Dani nuk ka marrë masat e duhura për të ruajtur, sepse po ta shikosh, ai ka ardhur unë brome kam sqaruar, në fakt, edhe kur ka hyrë me syze, në fakt ai kishte vënë syze optike, nuk kanë qenë syze, se më pyetën si ka mundësi që ka kaluar në skaner, se ka kaluar tek pjesa elektronike. Do më thonë, me kapelen në kohë, ka hyrë qetësisht në makinë, nuk ka patur makinë blinduar, ka qenë e pavërtet, makina ka qenë thjesht e përforcuar me këtë plasmasin, Sokol, mund të më ndihmosh? Gjam vulkanik, është një gjam vulkanik që vendoset... Duke qenë se makina shumë luksoze prodhimi fundit, ai gjam vendoset që ti nuk mund t'ja vjedhësh, do më thëmë para sigurie, që ti nuk mund t'ja vjedhësh me një goditje gjami, nuk shumë e vështirë për të hapur, por nuk ka qenë makinë blinduar. Çka do thotë nuk ka patur masa shumë të shtuara sigurie, në kuptimin që pavarësisht se ai ka pasur sinjalizime që i kanosej një rrezik. Pse konsideroj unë këtë ndër ngjarjet më të rënda të ndodhura ndër vitet e fundit? Së pari për vendin kur zgjedhur për të kryer, bëhet fjalë vetëm pak metra nga terminali VIP në aeroportin e Rinasit, jo më shumë se 200 metra nga hyrja kryesore. Aty qëndrojnë punonjës të Gardës Republikës te terminali VIP, është një vend që pretendohet të ketë sigurinë më të lartë kombëtare. Ju e dini çfarë ndodhi pas grupit të Admir Muratit, pra pasi hyri grupi Admir Muratit dhe sulmoi brenda aeroportit në Pis duke marrë dhe miliona euro nga bordi një avioni, dhe duke parë në këtë aspekt, duke parë personazhin kush ishte Gilmando Dani me shumë dritje në botën e krimit që ka dominuar në vitet e fundit, por duke patur parasysh që kishte në makinë edhe një agent të mbikëqyrjes policore, patjetër këto janë element, po të shikosh mënyra se si ata kanë vepruar. Fakti që kanë qenë 3 qitës, pra kanë qenë 3 persona që kanë qëlluar një herazi, e kanë dashur me çdo kusht të ekzekutuar. Fakti që janë fikur dritat për gjatë gjithë ditës atë ditë, dhe nuk ka patur përveç kamerave që janë ndezur të bizneset aty dhe të aeroportit, nuk ka pjesa tjetër kamera, dhe ato kanë ndjekur një rrugë që është komplet e monitoruar, ose më saktë e sigurt për t'u larguar. Do të thotë që ka qenë
në këndvështrimin tim bashkëpunimi disa grupeve kriminale dhe një bashkëpunim shumë i sofistikuar në një nivel shumë të lartë. Me dy fjali se s'dua të marrë më kohë kolegëve, ditën e sotme ka pasur një shkëmbim informacioni me Barcelonën, duke qenë se ai vinte, pra sapo ka zbritur nga avioni Barcelonë-Tiranë, pra vetëm fill më pas është qelluar, dhe ka patur shoqërime të disa personave në zonën e Niklës, verifikime në zonën e Vlorës dhe disa persona të dyshuar në zonën e Kamzës. Por, shoqërimet nuk kanë dhënë një rezultat të madh. Nuk kanë dhënë asnjë. Deri tani jo. Regu ti çfarë? Financiarisht është një krim që për të realizuar këtë lloj krimi, shifrat janë shumë të larta. Ai që ka marrë përsipër. Nuk dua të vë një përcaktim, sepse nuk dua të Për mbi 100.000. Jo, je larg shumë pak. Je larg. Për mbi 100.000 thash. 100.000 kushtojnë makinat vetëm që janë përdorur në Do të jetë shumë. Jo. Ne, makinë 5.000 euro është? Jo, po 5.000 euro, po ai që e vjedh makinën dhe ta bën gati për vrasje do 20-30. Mirë, nëse un kam një përshtypje që i afrohet po t'i futemi me lek, i afrohet shifrës prej 1 miliard lek. Nuk e merr njëri përsipër këtë lloj vrasje. Shumë kohë. Po ti po thua për 10 milion euro. Për shullaze e 1 milion. 1 milion euro, më fal. 1 milion euro është 1 milion. Ka të reja tani se euro e një lloj. Çdo dhe sa e ka zbritur Banka e Shqipërisë që tha Rama është institucioni vetëm në Shqipëri, euro ka shku për lesh. Kam një shpjegim për arsyen pse. Kur kush nuk do t'i vriste njeriu më të afërt, Emiliano Shullazit për 100.000 euro apo 30.000 euro. Edhe unë kështu. Ky është shpjegimi kryesor mbi gjithë. Pavarësisht që po të futem këtu tani në ekonominë e një vrasjeje të tillë, do duhen shumë para për t'u shpenzuar për ta krijuar një skem vrasje të tillë. Vërtet, Gilmando Dani në këtë moment nuk është i mbrojtur, por pse është zgjedhur Rinasi në këtë rast? Gilmando Dani është një njeri i cili banonte në një zonë kur kush nuk mund të futet për t'i kryer atij një akt kriminal. E vetmja mënyrë për ta ekzekutuar ishte pikërisht kur zbriste nga avioni. Kuptohet që në avion ai s'mund të lëvizte me armë, por për të mos rënë në sy, atë nuk e presin miqtë e tij, të cilët mund të jenë të armatosur, por ai zbret në mënyrë të thjeshtë nga avioni me një makinë e cila rezulton të jetë oficerit e marrë me qira nga dikush tjetër, pra ai ka menduar që s'do ketë kush informacion që unë ndodhem në këtë mes. Se si rrodhi informacioni është një tjetër gjë. Pjesa tjetër e sigurisë kam përshtypjen që i është dhënë nga duke menduar që po udhton me një agent të AMP-s dhe nuk do ketë probleme të këtij lloji. Gilmando Ishte ata mos e ishte agent i AMP-s. Jo, ata që ashtu i njohin, i din të dhënat, edhe kë po qellojnë. Ishte një personazh shumë i njohur në Tiranë. Dhe hyri në AMP se i duhej karta e bardhë për të lëvizur Ferdinand, dhe ky është një skandal më vete pastaj. Se si policia e shtetit i dha një certifikat. Se Vis Martina e kishte një policë të thjeshtë fare atje në timon. Po kush e çante kokën? Për t'ja dhënë, ja ka dhënë lumbin ai nuk do t'ja di, po çfarë rëndësie ka? Për t'ja dhënë duke u bazuar në atë që thot zoti Berisha, ja ka dhënë ministri i Brendshëm. Po kjo është një tjetër çështje. Në atë që kam parë strukturat Sokol, po ka nisur nga policia e shtetit për shkuar deri tek AMP-ja. Kaq, pastaj le ta gjejnë secili se ka marrë 2 polici kanë çuar aty. Çështja është që është futur aty një person i cili nuk duhet futej, sepse nuk plotësonte kriteret dhe kishte probleme. Kjo më intereson mua, pastaj nëse dalim tek emri, hajde të ndalim ta gjej hetimi. Me firmën e ministrit të Brendshëm. Po, dhe normalisht me certifikatën e dhënë nga Proda, apo jo, se nuk ja dhash unë certifikatën as ju. Ise Proda ka, për mua Proda ka mëkate pafund në këtë vend, po tek ky rast nuk ka mëkate fare. Proda, kjo është një drejtori tjetër. Nëse kjo është, hajde të themi për Proda kjo është gjithë në varësi të Proda fare. Për strukturën se s'kam asgjë personale. Jo, problemi është komisariati. Kjo është një drejtorim vete. Unë pyeta. Ka dhënë një kartë jeshile për të kaluar zoti Rakiti. AMP-ja është gjithë në AMP-ja duhet të kontrolloj, një sekond, duhet të kontrolloj veprimet e punonjësve të policisë. Si ka mundësi një person i cili se tani duhet bie me këmbë tokë. Po pjesa më po si shkon në AMP. E dini si shkon në AMP? Se duhet njohësh ligjin për ditur si shkon në AMP. Po të kundërshtoj. Pyeta dhe më thanë çfarë është dhe pse duhet ishte këtu në makinë. Më thanë që është shok fëmijërie.
me të. Nuk ka lidhje. Po, dhe pikërisht se shok fëmijërie me një person me rekorde nuk mund të ishte në AMP. Komisariati numër 3 ka thënë ky person nuk ka probleme. Ndërkohë që ai kishte probleme, sepse dhe vllai ishte patur të presim çfarë do ndodhë. Ta mbaroja në u larguam. Të presim çfarë do ndodhë. Si e shoh. Për mua personat të cilët e kanë kryer nuk mendoj që ti përkasin në një grup rivrasësis në Shqipëri, të cilët e kanë kryer këtë dhe më parë, duke përjashtuar vetëm një prej tyre i cili ka një guxim të tepruar në mënyrën se si i drejtohet automjetit. Nuk kam parë ndonjëherë rastës që mund t'i bllokohen 2 armë drejt për drejt, ai që ditë krye qitje e di që nuk e mban gishtin këmbës gjatë gjithë kohës, aty ku kam dalë në përfundimin tim gjatë gjithë kohës, ata kanë patur frikë duke ditur se kë po qëllojnë. Duke ditur që personazhi që po qëllojnë ka një emër dhe gjithmonë krijon vrasësi krijon një emocion dhe me viktimën kur niset, ai ka një emër shumë të madh në emrat brenda grupeve kriminale, pra kur nisesh për të goditur Gilmando Danin e ke në kokë se kë do godasësh, nuk është njësoj si të godasësh tjetër kënd. Ata kanë frikë gjatë gjithë kohës, prandaj qëllojnë nga larg dhe qëllojnë të gjithë me Kalashnikov. Pastaj veprimet e tyre, jo që s'kanë qenë ndonjëherë mund të kenë veshur uniforma policie, po e para një rrëshqasin, e dyta u bien armët nga duart, e treta duhet të kenë lënë gjurmë pafund në vendngjarje, për këtë shpresojmë duke qenë se kanë prekur 4 herë tokën në një gjurmë e kanë lënë aty, u kanë rënë armët gjithandej, makina nuk është djegur plotësisht, kështu që ka shumë mundësi që të identifikohen se cilët janë personat në një mënyrë të... Ndërkohë unë i kam lexuar ndryshe, Sokol. Njeriu që shkon dhe del, jo nuk ka guxim të pruar, por është shumë kujdesshëm për të shkuar dhe për të kryer ekzekutimin. Jo vetëm kjo, po. Pra, ai është shumë i qartë në veprimet që bën, është tipik. Zoti Rakipi, po ta shikosh shpamjen ekzekutori se viktima... Shumë i qartë dhe jegër. Po pra, dhe po ta shikosh, ai është aq i kujdesshëm sa vepron në distancë që të mos kishte asnjë rrezik të gjuhej nga brenda. Mjafton ta shikosh. Nga kaj sa meni u vesh nga kjo punë të krimit, duket grupi organizuar, apo se shpesh... Arma pse bllokohet? Dakord me... Se s'di dëgjuash. Po është e thjesht. Po jo, më mund tjetë që arma nuk është kujdes ai për armën. U e ti bllokohen dy armë. Arma bllokohet në momentin që... Po kuptoj, por ato që janë amator, Sokol, se nuk po e kuptoj. Sokol, jam Nëse besoj se janë amator në këtë rast. Sokol, jam... Ata kanë dashur, dhe më thënë ka qenë aq i egër ndryrja me shpashun videot, ka qenë aq i egër sa ajo duhet të ndoste patjetër dhe ai nuk duhet të shpëtonte. Por nëse e para profesionistët gjithmonë vrasin vellën, ata që kanë ekspertiza shumë të lartë. Aty ishin shumë njerëz, ë? Nëse nuk duhet nxitohemi të themi ne. Tani e di pse e them këtë. Shiko, Kalashnikov, AK-47 që kanë përdorur ata, është një armë që dhe ai që e prodhoi u bë pishman gjithë jetën. Është arma më e fuqishme në botë. Është automatiku që dhe një fëmijë kur qëllon vret. Kështu që nuk ka saktësi në atë. Të qëllosh një makinë me 3 Kalashnikov dhe ka një gjë, ka një plumb aq të madh në diametër sa po të kapi vetëm një nga kapilarët kudo që tjetë të vrau. Dhe kjo është saktësia e madhe. Ai afrohet atyre, kujtojnë se makina i ikën dhe ai afrohet për të patur siguri. Megjithatë, kjo është një të përdorësh Kalashnikov në një vendngjarje, thosh që ky është profesionist, unë bidem. Profesionist është ai që qëllon me një pistolet në vendet të caktuara dhe nuk duket. Pistoleta është e vështirë për të patur qitë. Tani këte ka Prokuroria e Tiranës? Jo, po duhet ta kaloj në SPAK. Jo, për momentin e ka Tirana. Do kaloj në SPAK, nuk... Po se janë 3 veta. Se s'kalon në SPAK? Po duhet ta çoj prokurori. Duhet ta çoj prokurori, se dhe kjo historia... Prokurori që e ka duhet shpall mos kompetencën dhe ta çoj. Sepse vetëm video tregon. Çështje kohe. Vetëm video tregon që janë 3 persona, përderisa janë 3 sipër në një vrasje, quhet grupi strukturuar kriminal, kalon direkt në... Poli një farë të drejtë, se nuk janë profesionistë 100%, sepse profesionistën 100% bën një vrasje që tjetë e sigur 100%. Aty mund të ndohte që për shembull një moment saktuar ai ti shifte nga larg, ti kuptonte dhe ti puste një makinës fluturim në anën tjetër përmes makinave tu ikte. Ka ndodhur në 2015 me Shullazin kjo,
që asu gërvish fare që luan autostradë me disa armë dhe nuk e gërvishën fare, sepse ishin me shpejtësi të madhe. Pra, Durrës. Kënë Durrës rastin që një vrarë objektivi nuk ndryshoj. Pra, është kretë histori tjetër. është tërsisht histori që s'ka lidhje me këtë. Jo, e kam fjallën që... Sepse Shullazi me makinën një jeshile të Kashari u gjuajt thjesht për të paralemruar, jo për të vrarë. Po tani, unë kam marrë në intervist vllajën e Enver Stafukës dhe kam shumë të qartë edhe ku shkuan dhe vund dorën në kanun në spital. Po me tjetër gjë se Stafukën e mori... Stafukën e mori më mbrapa, o t'ishte paralemërim, Stafuka do ishte gjallë. Zotëri, është histori tërsisht tjetër. O t'ishte paralemërim, Stafuka do ishte gjallë. Ajo ishte një intrik për të futur për plasje dhe po s'dua ta diskutojmë se shkojmë shumë larg aty. Dhe futemi në kanalet. Po, dhe shkojmë pastaj në histori. Nëse mundem, Ylli, të bëj një kështu që... Po, patjetër. Pse kjo ngjarje, unë do ta lidhja sigurisht me Shullazin. Flasim për një Shullaz shumë të fortë në vitin 2015, aq të fortë. Mund na duhet kjo, për të përshkruar se tani, ne themi tani, po këtu edhe një pjesë e madhe e njerëzve nuk janë të kapur me këtë, ore prit, krau i djathtë të themi Shullazit. Po pra, pikërisht këtu është historia. Këtu është historia. Një Shullaz aq i fortë, sa një person që e përmendëm tani Stafukën që i bërë një atentat në autostrad, e mori e rëmbeu me skuadër policie, të veshur si policë në mes të fushkrujës. Pra ishte aq i fortë, sa ti detyron të këto të fortët e fushkrujës, që t'ja jep një dërë në thes kundërshtarin e vetë. Dhe nëse mund të themi që okej, nuk e dim, nuk kemi të saktë, është e vërtet apo s'është e vërtet kjo gjë, të delë dhe në përgjimet e Encrochatin, kur ky Arbendoka ishte deputeti, që kishin këtë, ishin bashk me Shullazin dhe me Vis Martinaj, del aty e dekriptuar që thot një moment që Mirja u bëri ai që si besoj këto të fushkrujës dhe e mori atë dhe që bëri që i desh qefi për Stafukën. Pra del dhe aty në përgjime dhe është një farë si të është konfirmimi se qëfar ka ndodhur. Tani shko çfarë ndodh. Duke qenë një Shullaz shumë i fortë në këto vite, këta janë futur për disa arsye që i përmendi dhe Klodiana, për Hotel Volgën, për një parkim nën toksor që donin t'i zhvasnin dikujt 1200 euro, i vunë eksploziv, i iku nga sytë këmbët, ai i ziu jashtë shtetit, për dekanin, kandidatin për dekan të rektor të Universitetit Tiranës, për Dhori Kulen, që ka kërcënuar e tjera. Për gjitha këto u goditën si grup në vitin 2016. Në vitin 2018 u dënuan, nga shkalla e parë, në 2022 dënuan apel, dhe Gilmando Dani 12 vjet, Shullazi 14, po tani i bën 55, nuk del dot më. Tre të tjerë që janë të njëjtit grup nga 10 vjet dhe një tjetër, 2 nga 10 dhe 1 9. Tani i bie që derisa ka dal Gilmando Dani, që sipas për llogaritjeve duhet dilte 2026, po siç duket me këto marifetet që bën këta uljet e dënimit apo para burkimet e tjera, ka dal. I bie që tjerët janë dënuar më pak kanë dalë. Pra, mund të themi që Emiliano Shullazi kishte Gilmandon jashtë dhe një pjesë të grupit. Atëherë i bie që kundërshtarët e tij të jenë friksuar. Çfarë janë këto kundërshtarë? Emiliano Shullazi, edhe nga këto përgjimet e Encrochat dhe nga ato, del në konflikt me një grup shumë të fortë në Durrës. Për kontrollin e portit të Durrësit. Në vitet 2015, 16, 18, urdhro? Del për gjobat ndaj klanit Troplini që kulmoj me vrasje. Po mirë, kjo është më hollësishme kjo që po thoni juve. Dhe çfarë ndodh? I vendos gjob, e paguajnë herën e parë, i vendos gjob pas 2 muajsh, mlidhen dhe thonë çfarë do i bëjmë këtë njerëz mësua keq, dhe i kundërvjen. Dhe tani jemi 8-2 për ata. Jo për Shullazin, për ata. Ndër viktimat mendohet është një krah tjetër. 8-2 është edhe kështu si frazë që... Po është, e kanë... Ai do thoi... Janë 8 vrarë Po pra, dikush do thoi, po ishte në Burg ai dhe s'kishte fuqi e tjera, nuk e di, unë mendoj se... Dhe kjo është? Më të fortë... Sa vjet ka Shullazi në Burg? Jo, më të fortë janë ata që kanë më shumë lek. 16 apo besoj. Në krimin shqiptar... 9 vjet, 10 vjet në Burg. Në krimin shqiptar, më të fortë janë ata që kanë më shumë lek. Fitojnë ata që kanë më shumë lek. Dhe mbështetje politike, sigurisht. Dhe mbështetje politike. Pra, unë mendoj që ky grup, ky grup i Durrësit, kur ka parë që doli krau i tij, një kraj e kishin prerë, që ishte ky i famshëm, i faqet Djegur i Vlorës, Edison Arizaj, ja nga vrarë në 6 nëntor 2018.
Unë mendoj se s'është çudi që pista kryesore e hetimit tjetë pikërisht frika që kjo grup ka, se krau i djathtë... Do t'i them cilat janë pistat. Doli... Do t'i them pistat cilat janë, po... Je plotëson, se Shullazi ka 10 vjetë në burg. Kjo është sipas me... Sa është dënuar Shullazi? është 55 vjetë, janë grumbulluar disa dënime dhe nuk e ka të vështirë. Se 55 ka dhe kuptim, po unë dëgjova një dënim, Klodi, që kishin bërë në Turqi, kishte kërkuar prokurori për... 2000 në Bashkisë të për... Kush është ai si e ka? Dënim politik. Po 800 vjetë dënim kemi patur edhe në Shqipërinë. I e kishte 2350. Po kemi patur... Prokurori kishte kërkuar... Për kryetarin e Për bashkisë. Imamoglun. Për kryetarin e bashkisë, kishte kërkuar dhe shpëton Erdogani. Mund të rritet 2350 vjetë. Jo, ja marrin bashkinë, ndryshon politika në Turqi. Po, duhet të vendoset që të jetoj dhe aqaj... Këtu s'ja marrin do të kësaj qeverie bashkë. Pra aty dhe... Po përsëri e gërësia me cilën ekzekutuan në kraun e ditë djathtë është shumë e çuditshme. Se po të kishte zgjedhje dhe unë kujtova se do t'i fitonte Flori. Ndodhte si. Zotëri Arkivi, nëse mund të them diçka që ky atentat kam përshtypjen nga mënyra se si është zhvilluar ishte i destinuar për të mos dështuar. Atentatorët e donin vdekur me çdo kusht Gilmando Danin, sigurisht që nga informacioni që kishin, saktësia, nga udhtoi, çfarë ore do të zbriste, si ishte organizuar, dhe nga mënyra se dinamika e ngjarjes kam përshtypjen që deri diku jam dakord me Sokolin që nuk janë vrasës me profesionistë, por kam përshtypjen që njëri prej tyre është ai që bëri diferencën, pasi po ta vësh re edhe në videon, po ta shohësh me shumë ngadalësi, shikon që njëri prej tyre qëllon fillimisht gomat e makinës, në mënyrë që shoferi të humbi kontrollin e saj dhe më pas qëllon mbi të. Ndërsa nga mënyra më pas të personit që shkon drejt makinës, kam përshtypjen që ai në një farë mënyrë ka dashur që ta bëj vetë këtë vrasje dhe deri diku duket sikur e ka personale me Gilmando Danin. Sigurohet. Se ata nuk dinin gjë. Nuk e di, po duhet që kanë bërë atë çfarë apo jo. Duhet kesh një guxim shumë të madh që ti... Do t'ju them diçka. Unë nuk e di saktësisht se sa qitje janë kryer aty. Nuk e di se 10 gëzoja të sekuestruara. Nëse nuk ka humbur ndonjë. Okej. 83 nuk e kisha këtë. Tani në 83 qitje. Për një kohë sa që thonë një kohë rekordesh 80 sekonda, pun sekondash. Shiko, kallash e jep automatiku në 18 sekonda qëllon dhe 240 se janë 3. Po fare 3 automatik. Janë 3 automatik, qëllon AK-47 që kanë përdorur ata ka më shumë se 60 fishek në... Edhe një ndër arsyet e cila mund të jenë blokuar edhe armët Sokol. Jo, kam përshtypjen që mund të jetë edhe nga fishekët e dobët, që është një ndër arsyet. Po, dhe ajo... Ky detaj e bën që mos të jenë dhe aq profesionist, që ndroj logjikës ata kanë bërë qitje përpara se të kryejnë këtë krim. Por atë që do të thoja është... Fakti është që i bloku armës. Nëse flasim ti ke një, ata e kanë ditur që në makinë janë 2 persona. Qartë. Se e kanë marrë këtë informacion. Sigurisht, ata e kanë ditë që nga jashtë. Po. Që nga nisja jashtë... Tani unë nuk e di, kanë dashur t'i vrasin të dy apo jo? Fakti që nuk është vrarë tjetri, nuk është se kanë dashur. Tani, me 83 të shtëna... Nuk është se janë kujdesur për të arrojtur atë tjetrin. Nuk kanë arritur do. Nuk ka arritur do. 83 të shtëna. Tani, cilat janë pistat kryesore që poetojnë autoritetet? E dim këtë gjë? Përplasja dhe larja e hesapeve mes grupeve kriminale. Emiliano Shullazi ka kaq shumë përplasje në Durrës, në Tiranë, në Nikël. Është mjaft e vështirë të gjendet... Shumë e vështirë dhe unë nuk besoj që është histori e një grupit vetëm. Unë mendoj që janë disa së bashku kundër Emiliano Shullazit. Fillon që nga gjobat, fillon që nga pastrimi parave, që nga çështja e drogës, që nga larjet e hesapeve, vrasjet e tjera me radhë. Pra është një histori e cila përveç se njerë duhet shkojmë urgjencë dosje në prokurorinë e posaçme, se ndoshta duke u kryqëzuar me përgjime apo me bisedat regjistruara, duke parë takimet e Emiliano Shullazit. Dëgjoj, duhet kemi parasysh që sfundmi në sektorin ku është Emiliano Shullazi ka shkuar një tjetër emër i njohur i botës krimit, Aldo Avdyli. Aldo Avdyli ka qenë për një kohë shumë të gjatë një ndër njerëzit armik i përbetuar Emiliano Shullazit. Çfarë i bëri këta dy njerëz bashkë në të njëjtin sektor? Dhe të dy deklaruan përpara autoriteteve që ne nuk kemi asnjë problem. Çfarë po ndodh aty brenda? Pra ka kaq shumë pikpyetje sa që unë nuk do të guxoja të thoja që është ky grup apo është ai grup.
Bëhet fjalë për një sër problematikash dhe një sër përplasja shumë të forta që ka Emiliano Shullazi. Dgjoj, unë nuk e di çfarë do thotë drejtësia shqiptare, ama një gjë e di me siguri se i kam nxjerr vetë pamjet filmike dhe i kam publikuar në emisionin tim. Enver Stafuka është rrëfyer përpara se të zhduket. Është rrëfyer dhe ma ka pohuar vetë i vllai ndër të tjera në intervistë. Është rrëfyer nën kërcënim dhe dhunë përpara se të zhdukej pa gjumë dhe unë besoj që ai nuk jeton më, nuk e di çfarë ka ndodhur me trupin e tij, por ai nuk jeton më. Çka do thotë që Emiliano Shullazi edhe për shkak të informacionit që kishte, edhe për shkak të asaj kasete që diku e zotron, është parë gjithmonë si një person potencialisht shumë i rrezikshëm nga kundërshtarët. Kështu që është përpara prokurorisë janë shumë grupe që do duhet kalojnë në sit edhe për të parë cili realisht ka patur interes dhe pse pikërisht tani. Se Gilmando Dani kishte një vit që ishte i lirë. Pse pikërisht tani? Tani, doktor Berisha, që thot vazhdimisht edhe gjëra të ndryshme nga të tjerët, thot që ka thot dhe një pjesë tjetër, që ngjarja u patronua nga shteti, thot, për llogarit bandave më të afërta me qeverinë. Domethënë ka ndryshuar shteti kështu thot, në këtë rastin e kësaj vrasje të gjitha. Doktori e ka Kemi një vjeta. Që mund të ka ndryshuar shteti? Tani unë s'dua të hyj fare intrigës, po ka dy momente, drita të fikura gjithë ditën dhe fakti që nuk ishte patrull policie në rreth rrotullimin më të rëndësishëm në vend. Po drita të fikë dhe hiç paguan. Po tani duhet ta fiki elektricisti mendoj. Ka qenë në remont ndoshta në një stacion aty atë ditë. Pikërisht pra. Dhe nuk ka një patrull policie, janë momente që do të struktura. Dalinin niklën pa drita ato pastaj. Po dritat çfarë lidheshin me mezin e kamerat e sigurisë para. Me kamerat, sepse pjesa tjetër ka qenë tërësisht e pambuluar. Se nuk ka shumë kamera sigurie sot. Do të them një gjë, aq shumë sa është afruar në momentin, a mund t'i ketë shquar dikush nga ata që janë me automjet aty? Besoj që po. Qoftë edhe i plagosur. A i ka shquar fytyrat e atyre që qëllojnë? I ka shquar. Se si do që të vishen ata. I plagosur i thua? Po. Se i ka parë momentin e parë që automjeti që është Mendoni që do të zbardhet kjo, apo s'ka në një rëndësi shumë? Unë mendoj që po. Kanë bërë shumë gabime. Kush e bëri? Fakti që Kanë bërë shumë gabime. Po ka rëndësi kjo? Se kjo në vazhdën e gjërave që Do ndodhin? zbardhet pjesa e ekzekutimit, ekzekutuesit, apo ata që kanë organizuar dhe porositur? Ata që kanë organizuar nuk dalin kur. Është e vështirë. Njeriu që shkon në burg, sot kemi me qindra vrasës me pagesë në burg, të cilët nuk e tregojnë kur se kush i porositi. Janë raste shumë të ralla në të cilat kanë treguar. Për shembull do të cilja vrasës i ish drejtorit të policisë, kur kush nuk i shkonte në mendje që ishte një vrasës me pagesë, një shtetas nga Kuçova që nuk të shkonte në mendje. Dhe ai në trembje sipër tregoi porositsin. Po kemi edhe vrasin më të sofistikuar ever që është rrëfyer. Julian Sinanaj. Po, a ishte tjetër gjë, a ishte lodhur me atë punë. Unë po them ata që a i nuk vriste brenda grupeve kriminale, a i vriste biznesmen. Nuk ishte lidhje fare. Nuk ishte hyrje të këtë. Julian Sinanaj, në jetën e tij mund ta marrim si duam, por vrau një peshkatar të shkret, i cili kishte një 2 toka. Vrau i biznesmen, vrau i tjetër, kush do porosiste, do vriste i doganier, e kupton, nuk ishte lidhje me grupi kriminal, ndryshon. Grupi kriminal, po të mori vesh. Ishte aq i famshëm, një kohë të shkurtër sa i vajtën dhe porosi nga politika më koli. Kështu që leja të muhabet. Po ç'a politika i vajti atij Cengeli, politika në këtë vend nuk kemi një moment edhe vetëm një fjali dhe kemi një pyetje për ty. Krimi organizuar në këtë vend është i zgjuar për të prekur politikën. Unë shikoj vetëm dhe një moment tjetër si e kam lexuar unë. Ne shikoj këtë edhe si një ngjarje me mesazh. E dini ku është djegur makina? Në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi. Pra në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi është djegur automjet. Në Halile është djegur. Po pra, në Halile është anës rrugës. Po pra, po. Para se të futesh te kodrat. Nga aty ka lindur pra. Se mund të digje edhe në Bupç. Domethënë mund të digje edhe në Bupç Ferdinand, mund të digje edhe në Zez, mund të digje edhe në nuk e di domethënë. Ato digjet në vendin ku ata ndihen më të sigurt. Po, dhe është djegur në vendin ku ka lindur Emiliano Shullazi. Ndaj unë shikoj, po unë kështu e lexoj. Nuk besoj se ka lidhje. Të gaboj, kështu e lexoj dhe kam. Po edhe një herë makina digjet në vendin ku ti ndihesh më i sigurt. Po, dhe atje ishte e sigurt. Po sigurisht se grupet e fushkruajse kanë bërë.
Më është bërë universitet, po shkruja, i vrasë me pagesë. Kemi universitet. Në vëndin, në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi, dhe unë ndaj e shikoj këtë si një çështje mesazhi dhe ndaj mendoj që qelsi kësaj historie është vetë Emiliano Shullazi, që nëse do të zbardhet kjo gjë, unë mendoj që ai mund të flasë dhe ai ka informacion të saktë për personat, sepse vetë ai përmes besuarve të tij e ka informuar Gilmando Danin për rrezikun që i kanosej. Një pyetje të në proces tani shkë, ne do ta kemi në më pas të gjitha, por unë kam një moment tjetër, zonja Lala, kush ja këroi Spakun, një pjesë se shikuesve ndoshta e kanë haruar këtë gjë si ngjarje, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Agim Ismaili, nëse kemi foton e paraqitshni aty, është vënë nën hetim nga Spak, kur ka ndodhur kjo di? Tani, Ky. Ditën e sotme, po, Agim Ismaili sot është vënë nën hetim nga Spak, është pyetur si person nën hetim në lidhje me sulmin kibernetik që ndodhi ndaj këtij institucioni. Zonja Lala, ta kujtojmë një herë çfarë ka ndodhur që të bëhet qartë se ka disa kohë që ka ndodhur kjo gjë apo jo. Dhe për çfarë bëhet fjalë dhe pse po hetohet zoti Ismaili? Nuk është sulm kibernetik. Në prill të këtij viti, prokuroria e posaçme arriti të parandalonte një hakerim të kompjuterave të prokurorëve. Persona të cilët janë më pas u arrestuar, arritën të hynin në 3 nga kompjuterat e prokurorëve dhe konkretisht Doloreza Musabelliut, Behar Dibrës dhe të Engeleda Milonajt, sepse në këto 3 kompjutera, si pas të dhënave që u thanë në atë kohë, ishte përdorur një pasuard i vjetruar Spak 2014 dhe njëri nga punonjësit e IT-s arriti të informonte drejtuesit e prokurorisë në atë kohë që nga jashtë por ndërhyje për të marrë materiale dhe kishin marrë nga kompjuterat e këtyre 3 prokurorëve një sër materiale shetimore, të cilat më pas ishin shpërndarë dhe te gazetarë të ndryshëm. Dhe u arrestua në atë kohë Zambak Gjoni, ish vartës i Agim Ismailaj, që ka qenë drejtori i paraburgimit të Vlorës, ka qenë jurist të drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe më pas në IMT, si dhe Arnold Rokaj, i cili ishte punonjës i IMT-s së Vlorës. Në atë kohë prokuroria arriti të parandalonte sipas saj hakerimin dhe të bllokonte të gjithë celularët ose persona që arriti të kuptonte që u kishin shkuar materiale që kishin të bënin me një politikan, një biznesmen dhe disa të dhëna të tjera. Problemi është që në atë kohë kontrollua edhe një zyrë te një nga kullat në Tiranë, ku mendoi që ishte bërë hakerimi. Arnold Rokaj dhe Zambak Gjoni, të dy pretenduan që këta e bën si një çështje për të parë, pra kishin kuriozitet dhe për këtë arsye e hakeruan. Spak tani ka dalë pas akteve të ekspertimit, pretendon që ka arritur të zbulojë një grup ku bën pjesë dhe zoti Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, ish drejtori i AKU-s dhe ish drejtori i KMT-s, i cili, sipas Spaku gjithmonë, është nën hetim tashmë për 3 akuza të rënda: grup kriminal, kryer veprimeve përmes grupit apo organizatës kriminale dhe përgjim i paligjshëm i rrjeteve kompjuterike. Dhe ata thonë që zoti Ismaili ka patur interes të drejtë për drejtë, pra Spak e thot këtë gjë, mbetet për të parë se si do shkojë ky hetim, për të siguruar sekretet e Spak për arsye që mbeten për të sqaruar. Por unë dua të shkoj në fakt më përtej. Unë nuk mendoj që është një histori vetëm me Agim Ismailit dhe 2 personave të tjerë. Unë mendoj që kjo është një çështje e cila shkon në favor të njerëzve të politikës. Se cilët janë, Spak duhet na i thotë, sepse bëhet fjalë për mua fakti që dikush ka guxuar të cënoj ose të interferoj në sistemet e prokurorisë posaçme, mendoj që ka patur... Është lidhur me politikën të. Patjetër, sepse të guxosh, pra Spaku po godet sot organizata kriminale dhe njerëz politikës, gabim mirë, jo mirë, hajde ta diskutojmë si të duash analiza pro dhe kundër, por po i godet dhe po i vënë në akuzë. Dhe dikush të guxoj të hakeroj sistemin, do thotë që do duhet kesh një mbështetje shumë të fortë nga pas. Dhe unë e shikoj këtë me interesa thellësisht politike. Dhe unë atë kohë kur e kam raportuar lajmin, kam qenë në grupin e parë të gazetarëve që e kam raportuar, e kam parë si një çështje që në fakt do të përdoreshin sekretet e Spak për të shantazhuar politikanët njëri tjetrin apo njerëz botës krimit, gjatë kohës që ishte dhe fushata elektorale. Ndodhi vetëm pak kohë përpara 11 majit. Kaq kam për të Keni një gjë përshtuar? Për te raportimit, kjo histori ka dhe një drejtie tjetër, sepse prokuroria e posaçme neve na thotë që është hakeruar ose është goditur sistemi adresave të emailit të prokurorëve të saj, por nuk na thot në asnjë moment se çfarë është marrë dhe çfarë
efekti mund të ketë pasur veprimi këtyre persona në dosjet konkrete të këtyre prokurorëve, se Po ndoshta nuk është marrë, të tre këta janë provokuar. Jo, janë marrë materiale. Janë marrë materiale. Janë marrë dhe kanë shkuar të gazetarë caktuar. Është e provuar kjo. Faktën, ne një është interesante, mund të jenë dhe disa materiale tjera të marra nga këta persona. Kështu që këtu është kjo është pikpyetja e madhe që ka ky hetim i prokurisë policashme. Prokuria thotë që ne jemi sulmuar, po nuk na tregon se çfarë është. Mund të merret dhe i pandehur Klodi? Është në hetim për momentin, mbetet ta përcaktojmë. Kemi gjë tjetër? Unë besoj që me pjesën e parë të dyja të gjitha problematika, tre problematika që ne thamë për këtë pjesë. Shqipëria nuk fitoi, doli 0-0 pjesë e parë, kështu që shumë mbyllë pjesën e parë. Me trajnerin që kemi ne, ti mund të vesh 0-0 edhe në 100 vjetë për të luesh, mendoj unë. Jo, 0-0. Po, tani, nëse tem tjetër ajo, besoj ne me njerë punoni që të vinë me një pas një publiciteti fare të shkurtër, me njerë vinë largohen tre kolegët, i falenderoj shumë, betet vetëm Lala, me ku do jemi përgjithsisht e politikas, pak ka thirrur Sali Berishën, PD njofton protestët për ditën e enë, që do tjetë një protest, parlamenti do tjetë tani për para kryeministrisë, pjesë e opozitës. Jemi live, zoti ishe i zorim, i zori njohur, në shkruan që a jeni live, po live jemi. Samir Brejt që shkojte që ne vërtetuam që jemi live. E vërtetuam rofsh që shkojte. Tani, fare shkurt publicitet dhe rikëthejmë. Faleminderit, ha?